Së pari dua të bëj një pyetje si qytetar i Vlorës. Si është pra të zgjohesh në mëngjes dhe të ndjesh aromën e atij tymit që vjen prej mbetjeve? Do të thënë çfarë mjedisi është krijuar aty në Vlorë, po them këto ditë? Atëherë gjendja është shumë e keqe, sidomos Pardia pati një zjarr shumë të madh që pa gjithë vendi. Gjendja është e vazhdueshme, kjo situatë është e vazhdueshme dhe përsëritet në vazhdimsi pa patur ndonjë përmirësim konkret. Ajo që pritet është që të hapet landfilli i ri, po deri në atë moment me sa duket nuk do të ketë asnjë zgjidhje. Megjithatë do shkojmë te landfilli i ri, po dua të ri akoma pak te kjo pjesa e zjarrit që e shohim edhe në ekran. Domethënë fusha e 24 majit është kthyer në një bombë, po themi mjedisore që po digjet me vedije, domethënë kush mendon që mund ta ketë nxitur zjarrvënien ose ta ketë vendosur pra zjarrin? Atëre, lajmet institucionale janë që ka disa keqbërës që vendosin zjarrin atje dhe vetëm kaq, nuk ka ndonjë shpjegim pse vihet dhe pse, ose një arsyetim tjetër që bëhet është që marrin vetë zjarr pasi mbeturinat organike krijojnë gazra, të cilat me temperaturat e larta krijojnë zjarre. Por nuk ka ndonjë gjë konkrete, ndonjë hetim nga policia për Nuk ka hetim nga policia, nuk dihet një shkak zyrtar i zjarrvënies. Jo. E kupton, po ti personalisht cilin variant beson? Që mund të jeti pa konfirmuar, por që ti e shef si më të mundshëm, po them, në këtë drejtim. Është e vështirë që të vësh gishtin një kujt të shfaj, pra që ta dish konkretisht se cili është ai që e vendos zjarrin. Fakti është që ka një mungesë kontrollesh, përderisa nuk është gjetur akoma asnjë fajtor për një rrugë, për një kohë kaq të gjatë. Nuk mendoj se duhet kërkuar tek fajtori tek vendja e zjarrit, si sa duhet kërkuar fajtori tek përgjegjësit që duhet të ruajnë atë vend nga zjarret, apo që të kujdesen që zjarri mos të përhapet në kohë të shpejtë. Po punojësit e bashkisë pra që janë, po themi, ata përgjegjësit që duhet ta ruajnë situatën, të mos lejojnë zjarrvënien ose ta parandalojnë dhe ta shuajnë pas. Paktën informacionet që ke ti kanë vepruar bashkia për shembull? Më duket, mos të gabojmë, Pardia ka qenë vetë bashkia ka kallëzuar disa punonjës të saj në bashkëpunim me policinë e Vlorës për shkak të zjarrit të ndodhur këto ditë. Po ka qenë rast i parë që nuk është bërë asnjë tjetër këtë gjë. E kuptoj. Ky është një rast i përsëritur, më duket se ka ndodhur edhe verën e kaluar. Jo, ky ndodh thuajse, po them çdo ditë, po ndodh disa herë në javë. Me këto përmasa përsëritet një në 2 muaj, në 3 muaj, 5 muaj, ndoshta nuk e di. Nuk ka ndonjë, po që të marri përmasa kaq të mëdha. Pra, po ndodh shpesh, një herë në 2 muaj, një herë në 3 muaj me këto përmasa gjigante, po themi. Po. Ja, kuptoj. Shiko, kishte pasur edhe disa procedime penale në lidhje me këtë zjarrin aty në Vlorë. Ishte proceduar penalisht drejtori i pastrimit dhe i bordit të kullimit. Si mendon, a janë personat, po them, më përgjegjës për këtë situatë të rëndë mjedisore në këtë rast? Jo për ti mbrojtur apo për ti akuzuar për te i përgjegjësisë që ata realisht kanë, po duke e parë situatën objektivisht nga një antar i shoqërisë civile. Ajo që mendoj unë është që kjo situatë kërkon një fajtor, nuk e di se kush është fajtori, por kërkon që të ketë fajtor. Konkretisht nuk e di e kujt është përgjegjësia konkrete. Me sa di unë janë çuar në polici vetëm disa punëtorë që punojnë me ekskavator atje. Të tjerat janë kallëzime që janë bërë dhe nuk e di se çfarë ka ndodhur, sepse është shumë e herë, domethënë është lajm që u dëgjua dje në Vlorë. Prandaj nuk e di konkretisht, po sigurisht që kjo situatë kërkon një fajtor. Domethënë dikush ose ka neglizhuar në punën që është bërë, ose është bashkëfajtor me zjarrvënësit. Po si ka mundësi që, duke e parë tani si aktivist, vërtet, si ka mundësi që masat merren pasi ndodh dëmi? Nuk janë asnjëherë masat parandaluese, se ajo është situatë që ndodh një herë në 2 muaj.
me ato përmasa. Po ndodh javë për javë në përmasa më të vogla. Po sidomos kur vjen vera, ndodh në përmasa edhe më të mëdha akoma. Si ka mundësi që fillojnë edhe fajtorët gjenden, nuk e di nëse janë apo nuk janë ata realisht fajtorë, po gjenden fajtorë, po them kështu, vetëm pasi ndodhe keqja. Nuk mendoj se ata janë fajtorët, pasi atje ka një keq menaxhim të përgjithshëm. Neve na është thënë atëherë, unë kam qenë pjesëtar i disa peticione që janë organizuar para 2 vjetësh në Vlorë, dhe me të cilat kemi kryer takime me kryetarin e bashkisë, me prefektin, me disa deputet. Dhe në takimin me kryetarin e bashkisë, në disa nga masat që do merreshin atëherë ishte që do aktivizoheshin punëtorët e ujësjellësit, gjithashtu do ishin në gatishmëri disa zjarfikse që nuk kanë qenë. Dhe puna kryesore ishte që do të ndaj vendin në qeliza, që quhen, domethënë ata i quhen qeliza, nuk e di se si mund të quaj. Pra gjithë ai grumbullim i mbeturinave do të ndaj në katror të vegjël, në mënyrë që zjarri të ishte menaxhueshëm. Pra në moment që zjarri ndodhte në një qelizë, të fikej dhe mos të përhapej në gjithë fushën e mbeturinave. E kuptoj. Po punëtorët e ujësjellësit çfarë do bënin në këtë rast? Nuk e di konkretisht se çfarë do bënim. Ne kur vajtëm që kërkuam në bashki, kërkuam që zona të rrethoj dhe që të kishte kamera për të parë të gjë, dhe si alternativë kryetari i bashkisë atëherë na tha që do kemi aktiv një pjesë të ujësjellësit, sepse ata varen nga bashkia, nuk e di se si do t'i aktivizonin, bashkë me zjarfikset edhe me këto gjërat e tjera. Po as premtimet që ata na dhanë nuk u kryen. Ky është problemi. E kuptoj, qartë. Pra ne unë personalisht nuk e dija këtë si zgjidhje që mund të ndaheshin me grupime për ta menaxhuar zjarrin, dhe po në atë moment kur na u thamë na u duk si alternative e mençur. Po që në fakt ajo direkt mbas peticionit u punua për këtë gjë. Ne vajtëm që i vëzhguam dhe skavatorët në punë për shumë kohë. Me thëmë për shumë kohë. I pam për disa ditë, ne nuk shkojmë vazhdimisht të ndjekim punime ditë për ditë atje, po pastaj pati një ngurim, një ulje të ritmit të punimeve. Qartë. Pra ti po thuaj që kjo që po ndodh me procedimin e këtyre drejtorëve të rinj është një show, domethënë. Beson që është një show. Unë mendoj që fajtor atje është një seri, domethënë është një seri drejtorisht, nuk është thjesht vetëm njëri, të gjithë një fajtor tani atje. E kuptoj. Pra ka një zinxhir më të madh se kaq, kjo është ideja. Ka një keq menaxhim të përgjithshëm. E kuptoj. Keq menaxhim që nuk është vetëm besoj vendor aty, po ndoshta mund të ketë edhe përgjegjësi qendrore, pra të institucioneve qendrore nga Tirana. Situata është shumë e thellë, sepse ne gjendemi sot, të paktën sot për sot në këtë situatë, për shkak se sherrishtja, landfilli i sherrishtës nuk është hapur. Po pra se në fakt këtu do doja të kaloja pak te pjesa e landfillit të Serishtës. Kur supozoj të ishte të hapej? Lajmet që kanë qarkulluar, po them edhe para disa kohësh, po. Ka para shumë vitesh që duhet të hapej, gjithsesi, domethënë duhet të hapej para disa vitesh, gjithsesi para një 2 vjetësh na u tha që do hapet në mot, këtë vit na u tha që do hapej në maj. Pastaj u shty, pastaj në maj u hap sepse u hap një ditë për zgjedhjet, hodhën kamionin e parë të mbeturinave atje, dhe pastaj nuk di më asnjë gjë se çfarë ka ndodhur. Nuk dihet më, ka pas po. Ka një projekt të qeverisë gjermane, mos gabohem, për landfillin e vjetër, për atë që ne quajmë landfill, po ajo s'është asnjë gjë, është një vend ku hidhen mbeturinat pa asnjë kriter. Për të inkapsuluar atë zonë dhe për të bërë zonë të gjelbër. Pra në qoftë se landfilli i ri i Sherrishtës fillon punë, ajo zonë do të inkapsulohet dhe do të bëhet një lulishte e bukur. Pra i gjithë pjesa e fushës ku tani po depozitohen mbetjet, kur të bëhet landfilli do të pastrohet dhe të gjitha mbetjet do të shkojnë në Sherrisht apo jo? Jo, ajo që ndodh është inkapsulimi, pra vendosen disa shtresa plastike që mos të kalojnë mbeturinat në ujërat e në tokës, dhe pastaj mbillet. Është një teknikë e njohur në gjithë botën, atëherë kur nuk kanë zgjidhje për të rregulluar këto çështje të mbeturinave, quhet inkapsulim. Pra hidhen dhe, domethënë vendosen shtresa që mos të kalojnë mbeturinat në ujërat e në tokës, hidhen dhera dhe pastaj mbillen dhe bëhen lulishte. Qartë. Eksperienca në këtë gjë është botërore, pra e kanë bërë në Itali, e kanë bërë në shumë vende të botës. Qartë.
duke qenë se ka pas shumë shkrime, në fakt, unë i kam lexuar vetë investigime dhe shkrime të ndryshme nga media të ndryshme për data të ndryshme të hapjes së landfillit të Sherishtës. Ti pse mendon që po vonohet kjo? Se në fakt dëmi që i është bërë qytetit Vlorës përmes këtij tymi edhe përmes zjarrit që është i përmuajshëm është i jashtëzakonshëm. Kush përfiton nga kjo situatë në thelb? Pse më kujt intereson se turizmi nuk i intereson. Të ndryshme, po unë nuk para besoj në këto teori, jo po sabotojnë turizmin. Nuk besoj se njeri është xhelos për sabotuar turizmin ton. Aq pak sa zgjat një muaj gjysmë nuk është ndonjë problem. Ajo që është e vërtetë dhe që është e rëndësishme është fakti që po sabotohet jeta e qytetarëve të Vlorës. Pra domethënë ajo është një vatër sëmundjesh që duhet sistemuar. Po nuk mendoj se kam një sabotator konkretisht. Pra mendojnë që është më shumë çështje e neglizhencës edhe keq menaxhimit? Është çështje neglizhence, është çështje keq menaxhimi, është çështje e trashëguar prej shumë vitesh, ka 1000 arsye. Fakti është që është çështje për faktin sepse nuk ka një ditë të saktë ku do hapet Sherishtja funksionale dhe në mënyrë që ta dinë se sa kohë do ju duhet për të organizuar. Dhe kjo është një gjë problematike sepse në Shqipëri vuajnë për këto zgjidhje të quajmë definitive. Derisa të ketë zgjidhjen definitive ne nuk kemi asnjë zgjidhje tjetër. Kur në të kundërtën mendoj se atje duhet kishte zgjidhje të përditshme. Pra, ditë për ditë të punoj që të evitohej kjo gjë, pastaj sa të ketë një zgjidhje definitive. Pra, Ermal, në fakt nuk është se është dikush që ka interes, po themi, në këtë ngjarje të rëndë që po përsëritet në Vlorë çdo 2 muaj dhe sidomos kur vin sezoni i verës, temperaturat e larta, por është më shumë çështje neglizhence thua ti. Duke qenë se jo vetëm tek turizmi, por e kam edhe tek jeta e përditshme e qytetarëve. Po jo, ai është problemi kryesor, sepse duket sikur është një problem që prishësh imazhin e turizmit. Në të vërtetë ai që është problemi kryesor është jeta e qytetarëve. Do të thënë cilësia e jetesës, po jo vetëm kaq, sepse ajo është vatër sëmundjesh, është nuk do shkencëtar aty në vit na thotë që ai tym është kancerogjen. Po, në fakt unë këtu doja të kaloja te pjesa e fundit, po them me... Po? Te pjesa e fundit e diskutimit tonë lidhje me perceptimin që kanë qytetarët me mënyrën se si ata ndihen kur gjenden, po themi, në këtë tymin, në këtë atmosferën që është mjaft mbytëse për shkak të tymit të mbetjeve. Nuk e di, çfarë të thonë njerëzit që i takon? Ose të tjerët? Njerëzit janë të tmerruar, nuk e dinë se çfarë do ndodhi. Do të thënë, sasia e tymit që lëshohet atje është pa imagjinueshme. Cilësia e njerëzve që jetojnë atjera për qark është e tmerrshme dhe nuk ka asnjë justifikim dhe shpjegim kjo. Është totalisht një vepër penale kundër shëndetit të banorëve të Vlorës. E kuptoj. Po turistët, nuk e di, ke hasur turist për shkak që të kanë thënë diçka në lidhje me këtë situatë, meqense jemi në sezon? Po turistët janë të tmerruar, dhe pyesin se çfarë po ndodh, sepse nuk mund të dikush me shaka më tha pardi e çasha, më tha mo Hiroshima, sepse dukej tamam sikur ishte një kërpu dhe një bombe. Fatkeqësisht, po. Po raste për shembull të ndikimit në shëndet, nuk e di, a ke dëgjuar aty në Vlorë që të ketë ndikuar, po them, në ndonjë sëmundje kjo gjë, ndoshta tek zonat, tek lagjet që janë në rrotull, po themi, fushës mbetjeve? Fatkeqësisht dhe fatmirësisht njëkohësisht nuk kemi ndonjë dokument që të tregoj për sëmundjet, pasi këto sëmundjet që shkaktohen nga ndotja e ajrit janë sëmundje që kërkojnë një kohë të gjatë të shfaqen, por është e pa diskutueshëm fakti që të gjithë e dinë që nëse trupi shkon për një kohë të gjatë në një, domethënë është i shfaqur për një kohë të gjatë këtyre tymrave, shfaq sëmundje të rrezikshme për shëndetin, siç mund të jenë sëmundje kancerogjene apo sëmundje të mushkërive. Qartë. Po qytetarët e Vlorës me aq sa ti ke takuar, aq sa ka rënë rasti që të bisedosh, të flasësh, sa të gatshëm janë që ta ngrenë zërin, po them,
për shëndetin e tyre dhe të fëmijëve të tyre për këtë situatë? Atëherë, qytetarët e Vlorës nuk janë shumë aktiv për këtë gjë, se siç të thash, duhet të jesh koshent për këto, për atë që ndodh. Nëse qytetarët e Vlorës kanë qenë gjithmonë aktiv për ato gjëra që i prekin në atë moment. Për gjërat që le të thuajmë që të vrasin lehtësisht nuk janë shumë nuk janë shumë aktiv. Pra nëse do të ishte një njeri që do të shkaktonte një dëm në atë moment, atëherë do të kujtoheshin që ka një dikush që po na vret. Por zgjatja e tymit, sëmundjet e shkaktuara nga këto gjëra duket sikur janë gjëra që nuk i përkasin as mua as ty. Në të vërtetë atje edhe kush është neglizhent është i shfaqur ndaj, domethënë kush është kompetent dhe neglizhent për këtë situatë, është i shfaqur ndaj rrezikut të këtyre sëmundjeve. Qartë. Besoj ti do vazhdosh me kauzën tënde, me angazhimin tënd për t'i dhënë një farë zgjidhje, po them, kësaj situate në vazhdim. Por ne kemi marrë disa iniciativa që kanë të bëjnë me mbeturinat. Njëra është nga ato është ajo e pastrimit të qytetit të cilin e bëjmë një grup vullnetarësh. Dalim për herë që pastrojmë plazhet. Janë angazhime qytetare që i inkurajojmë dhe shpresojmë që të bëjnë.